Territori i Kosovës për datën 17 nëntor do të ndikohet nga kushte të paqëndrueshme atmosferike me vranësira të shpeshta dhe rreshje lokale në disa rajone verilindore dhe perëndimore. Paraditja do të nisë me mod pjesërisht të vranët në shumë zona, ndërsa pasditja sjell rreshje të herë pas hershme shiu në zona të caktuara, kryesisht në veriperëndim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të ngjitet deri në 19 gradë Celsius në jugperëndim të Kosovës. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 17 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 17 nëntor do të jetë në orën 6:22, ndërsa perëndimi në orën 16:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 7 deri në 16 gradë Celsius. Podujev 5 deri në 16 gradë Celsius. Skënderaj 6 deri në 17 gradë Celsius. Pe 10 deri në 14 gradë Celsius. Prishtinë 8 deri në 16 gradë Celsius. Gjakov 6 deri në 19 gradë Celsius. Malishev 8 deri në 18 gradë Celsius. Gjilan 4 deri në 17 gradë Celsius. Ferizaj 7 deri në 17 gradë Celsius. Kaçanik 7 deri në 15 gradë Celsius. Suharek 9 deri në 18 gradë Celsius. Prizren 7 deri në 17 gradë Celsius.